Shëndeti shpirtëror. Jeta është rësisht veprim dhe përpjekje. Nga njëherë njeriu është i suksesshëm dhe triumfues në përpjekjet dhe në luftën e tij gjatë jetës, herë të tjera ai duhet të përballet me dështimin. Ata që kanë sukses në një fazë të jetës mund të bëhen pre e fodullëkut dhe mendje madhësisë, si rezultati disa sukseseve të kufizuara në punën dhe në profesionet e tyre. Kryelartësia dhe fodullëku e rëson të gjithë qenien e tyre. Ka raste që ata që janë të pasuksesshëm në disa çështje mund t'ia atribuojnë dështimin e tyre fatit të keq apo lakmisë armiqve të djallëzuar dhe keqdashës dhe pengesave të krijuara prej tyre. Si rjedhoj ata dorëzohen të rësisht te dëshpërimi. Megjithse dështimi është i hidhur dhe i pakëndshëm, ndërsa suksesi dhe triumfi janë të këndshëm dhe të ëmbël, në rast të arritjeje, njeriu nuk duhet të krenohet me mençurinë e tij dhe njohuritë e veçanta, por gjithashtu nuk duhet të bëhet pre e dëshpërimit të pafund dhe të shpreh keqardhjen për dështimin. Nëse dikush do të ishte realist dhe i qetë, si në raste suksesi, ashtu edhe në dështime dhe të kishte parasysh mënyrën e artë ndërmjet dy skajeve, kjo do të ishte shenjë një shpirti të shëndosh. Sidoqoftë arritja e kësaj shkalle të përmbajtjes kërkon një përpjekje, një luftë ashpër dhe serioze kundër egos që ai zotron. Struktura e jetës psikike të njeriu të shpërcaktuar në një mënyrë të tillë që të ketë kufizimet e saj, ashtu si gjithçka tjetër në këtë botë. Tensionet e shkaktuara nga dështimi dhe humbja mund të shmangen, por ato mund të rishfaqen të maskuara për të ndërmarrë një formë shkatërruese dhe rebele. Vështirësia për të arritur njohjen e vetes në lidhje me nevojat shpirtërore është një realitet i pamohueshëm, por njerëzit që nuk shohin më larg se hunda e tyre mendojnë se e njohin veten më mirë se gjithkusht tjetër dhe se ata janë të vetëdijshëm për shkaqet që qëndrojnë pas mendimeve, motiveve dhe sjelljeve të tyre. Ata e njohin të rësisht qenien e tyre të brendshme. Shkaqet reale që qëndrojnë pas gjykimeve të gabuara dhe keq kuptimeve janë gabimet që lindin nga njohja e vetes. Faktori kryesor në këto vështirësi qëndron në paditurinë e kapaciteteve të lindura të njeriut, rolin e trashëgimisë, të edukimit dhe të mjedisit rrethues, në strukturën dhe formimin psikologjik, në ignorancën e paaftësitë e njeriut, si edhe nga dëshirat e forta dhe epshet. Në të njëjtën mënyrë shpjegonin parimin e njohjes së vetvetes edhe filozofët e lashtë. Njohja e elementeve të njohjes së vetes konsiderohet nga psikologjia bashkëkohore, e cila ka bërë zbulime interesante dhe të vlefshme në studimin e natyrës së njeriut, si parimi më i rëndësishëm i shëndetit mendor. Zhvillimi i cilësive të mira njerëzore në shpirtin e njeriut kërkon që ai të jetë i ndërgjegjshëm për nevojat shpirtërore. Mënyra se si vepron psikika njerëzore dhe implikimet e ndjenjave të padëshiruara të njeriut janë rezultati i veprimeve dhe reagimeve të brendshme. Përveç kësaj, njeriu duhet të njohë deri në një farë mase emocionet që rrjedhin nga burime komplekse, në mënyrë që të jetë në gjendje të dallojë ndërmjet dëshirave çorientuese, aspiratave dhe aftësive të vërteta. Njeriu duhet të jetë i aftë të mbrojë veten nga rreziqet që e kërcënojnë vazhdimisht personalitetin e tij dhe gjendjen e mirë shpirtërore. Duke qenë gjithmonë vigjilent jo për të nënshtruar veten ndaj imagjinatave iluzive dhe ëndrave të kota, por për hir të një forme imagjinare të lumturisë. Të gjithë ata që vuajnë nga komplekset dhe sëmundjet psikologjike ose janë ata që në mënyrë të vazhdueshme zotërohen nga dëshpërimi i ankthshëm, ose janë individ ignorant për aftësitë dhe energjitë e tyre të fshehura, në mënyrë që të jenë të aftë të kompensojnë paaftësitë e tyre me ndihmën e forcave të tyre të brendshme dhe të zëvendësojnë mangësitë e tyre me vlera. Prandaj është e nevojshme që ata të marrin përsipër detyrën e rëndë për vetzbulimin, duke bërë përpjekje të gjithanshme. Si çështje parimi, njeriu duke u mbështetur në pasionin për pasuri të madhe, shqetësohet shumë nga çdo pengesë dhe vështirësi, e cila dëmton përmbushjen e dëshirave të tij dhe vështirëson kontrollin monopolistik për ndodhit. Janë pikërisht këto pengesa që shkaktojnë agresion, shpirt ligësi, ankth dhe vuajtje. Dëshirat e përkohshme dhe epshet turbulluese mund të çojnë në gjykime jo të drejta. I dërguari fisnik, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, paralajmëron njerëzit kundër dëshirave të mëposhtme. Kini kujdes nga dëshirat mashtruese, pasi ato e bëjnë njeriun të verbër dhe të shurdhër.